pyetja ishte si funksionon. Nëse unë dua të ndërtoj një serë me një nga këto kulturat ku aplikohet, do porosis të ty x sasi, ose të them që kam këtë sipërfaqe me këtë kulturë dhe ti më llogarit sasinë. Ti çfarë bën porosit jashtë? Keni gjendje? Si funksionon procedura? Siç vi nga aeroporti, se të gjitha vijnë me transport ajror, paktën neve kështu operojmë, edhe ideja do të jenë sa më të freskëta. Sepse ato ruhen temperaturë 2 deri në 8 gradë, edhe neve ç'a bëjmë? Neve sa na vi nga aeroporti ose nga dogana, neve një ditë nëse vin shumë vonë, i mbajmë overnight mbi natën në kushte të kontrolluar në premisat tona, të nesër mëngjes i shpërndajmë. Pra sekreti këtyre duhet shpërndar sa më shpejt. Sepse ato janë në kuti të vogla, në kuti plastike ose në kuti kartoni, edhe ka nevojë që të hapen në natyrë. Si ato mbretëreshat e bledhëve të vogla? Jo, pak a shumë janë thjesht qofse ideja është mund të jetë një epruvet plastike që mund të ketë shumë 500 individ, 500 insekte. 500 insekte. Dhe kanë problem se shkojnë në 40 apo 50 gradë sa mund shkojë temperatura në serë pastaj? Atëherë neve do bëjmë këtë gjë. Jetesën. Ideja është që këto edhe durojnë, por në 40-50 gradë fermeri do të marrë masa të tjera që sharojse serës që ta bëjmë sera ajo temperaturë dëmton në bimën. Pra fermeri do të marrë masa që në serë të ketë qarkullim ajri, që mos të krijohet ajo situatë në serë. Por nëse hapet sera, ka mundësi të ikin? Jo. Se po bëjmë si diskutim tani, e? Jo, ne kemi diskutuar me kompaninë tonë. Ne kemi dashur ta bëjmë këtë gjë që nga 2017 kemi bërë një seminar në Lushnjë për bledhët pelmose dhe për insektet. Edhe një nga gjërat që ne stepshim ishte në Shqipëri s'ka serë me rrjeta anti-insekt, që janë disa rrjeta që i pengojnë insektet të futen dhe të dalin nga serë. Ne vërtetuam që nuk është e nevojshme që të kesh rrjeta anti-insekt që të mbash insektet e dobishme brenda. Bile kjo gjë më mirë, sepse duke që nuk përdoren spërkatje, specie që janë autoktone të Shqipërisë, që janë prapë të dobishme, futen në serë. Pra, ne kemi parë specie insektesh, për shembull, në serat që kemi aplikuar IPM-in, të cilat edhe në kushte laboratorike nuk prodhon dot. Domethënë, edhe ti edhe sikur duash ti blesh ato insekte, që janë shumë të mira për të kontrolluar le të themi morrin ose krabarën, nuk i blen dot sepse janë shumë vështira për të prodhuar. Dhe ne kemi parë që kanë ardhur në mënyrë natyrale në serë, sepse janë prezente